Harris Monik nga Rozhaja ishte një nga antarët më të rëndësishëm të superkartelit ballkanik, siç e cilëson Europol, organizatë kriminale ndërkombëtare që dyshohet se ka organizuar transportin e tonelatave të kokainës nga Amerika e Jugut drejt shumporteve në Europë. Antarët e këtij grupi kriminal të organizuar për vite me radhë kanë koordinuar kontrabandën e kokainës nga Ekuadori, Peruja, Kili dhe Kolumbia, si dhe kanë pikëqyrur dhe organizuar rrugët drejt porteve në Holandë, Spanjë, Itali e vende të tjera. Sipas informacioneve jo zyrtare të gazetës Vijesti e disa burime të përfshira në hetim, agjentët e shërbimeve sekrete dhe pjesëtarët e departamentit special të policisë SPO e kishin mbajtur Moniqin në vëzhgim për ditë të tëra, duke shkëmbyer paralelisht informacione me shërbime partnere ndërkombëtare. Zyrtarët e SPO arrestuan të dielën banorin e Rozhajës, i cili posedon pasaport malazeze dhe holandeze, ndërsa dje rreth orës 15 ai u dërgua për të marrë në pyetje në Prokurorinë Speciale Shtetërore, SDT. Pas marrjes në pyetje, ndaj Moniqit u caktua masa e ndalimit nga prokuroria për shkak të dyshimeve se për vite me radhë ka qenë një figurë e rëndësishme në trafikun ndërkombëtar të kokainës. Holanda kishte lëshuar ndaj tij një urdhër arresti ndërkombëtar përmes Interpolit. Përveç Holandës, siç mëson Vijesti, edhe disa polici të tjera evropiane kishin shfaqur interes për Moniqin përmes kanaleve të Interpolit. Moniq dyshohet se gjatë qëndrimit në Holandë ka qenë i lidhur me disa kriminalë të rëndësishëm nga ish Jugosllavia, kryesisht nga Bosnia-Hercegovina, dhe se nga Holanda organizonin kontrabandën e tonelatave të kokainës. Gjatë hetimit të Prokurorisë Speciale dhe SPO-s, burimet e gazetës tonë se hetuesit pritet të sigurojnë informacione edhe për disa transporte të tjera transoqeanike, në organizimin e të cilave dyshohet se ka marrë pjesë edhe Moniq. Emri i Harris Moniqit figuron gjithashtu në listën e pronarëve të kompanive në Holandë. I akuzuari Harris Moniq në fund të vitit të kaluar u bë pronar i kompanisë Gromax në Malë të Zi, e regjistruar në regjistrin qendror të subjekteve ekonomike për ndërtimin e objekteve banesore dhe afariste. Kompania u themelua më 26 nëntor 2025 me seli në Luzhnic, ndërsa Moniq figuron si pronar dhe drejtori i saj. Kompania e tij nuk ka dorëzuar raport financiar për vitin e kaluar. Në një nga deklaratat e Europolit të vitit 2023, thuhet se superkarteli, aktorët kryesor të cilit janë me origjinë nga Ballkani, kishte rol të rëndësishëm në trafikun ndërkombëtar të kokainës, si dhe lidhje të forta me organizata kriminale në Amerikën e Jugut dhe Evropë, gjë që u mundsonte të kontrollonin deri në 1/3 e këtij aktiviteti në Europë. Fuqia e këtij superkarteli, pjesë të cilit dyshohet se ishte edhe Moniq, ilustrohet më së miri nga të dhënat e policisë holandeze, sipas të cilave grupi kontrollonte për vite me radhë një pjesë të madhe të tregut evropian të drogës dhe importin e deri 1/3 së kokainës nga Amerika Latine. Europol pretendon se karteli u fuqizua përmes aleancave të shumta dhe rrjetit të gjerë të trafikut me bos të fuqishëm të drogës nga Maroku, Irlanda dhe Italia. Sipas Europolit, superkarteli ballkanik i zvoghloi aktivitetet pas vitit 2023, pas arrestimit të disa figurave kyçe, çka detyroi antarët e grupit të reduktonin veprimtarinë dhe të ndaheshin në fraksione më të vogla. Deri në vitin 2020, sipas Europolit, antarët e kartelit, si shumë grupe kriminale në botë, përdornin aplikacionin e koduar Sky ECC për komunikim dhe koordinim të aktiviteteve të trafikut të drogës.